Është okay? Po, është okay, Sabina. Okay. Fillim. Atëherë, mirëdita, jemi në këtë komunikim të përditshëm se zakonisht në Kajzerau, ne kemi bazë të kombëtarëve shqiptarë në Gjermani, në kuadër të përgatitjeve e grumbulluar këtu në kuadër të përgatitjeve për Euro 2024. Sot jemi me mesfueshorin Qazim Laçi, i cili do të jetë para mediave dhe do të përgjigjet pyetjeve. Atëherë do ta nisim me Sabina Mete, Radio Televizioni Publik Shqiptar. Përshëndetje Qazim, përshëndetje edhe Fation, së pari suksese, keni zhvilluar seanca servitore në fakt në prag të sfidës ndaj Italisë dhe duket se çdo gjë është gati, tash më pas seancave servitore. E ndjen veten në balotazh Qazimi apo mendon që mund të startojë nga minuta e parë të përballën me Italinë? Përshëndetje. Po, është e vërtet kemi vazhduar shumë mirë, organizimi është shumë i mirë nga stafi, nga federata, si në Austri dhe si këtu në Gjermani kemi punuar shumë mirë dhe vazhdojmë të punojmë për të jemi sa më gati për ndeshjen me Italinë. Atë tani kush do vazhdojnë nga fillimi evento stranieri, të gjithë lojtarët janë gati, të gjithë djemë po punojnë shumë fort, si çdo lojtar do lozë 1 minutë, ose do lozë nga fillimi, ose do lozë 5 minuta, duhet patjetër të gjithë lojtarët të jemi në dispozicion të trajnerit dhe të japim maksimumin. Po, Sabin, ke pyetje tjetër? Jo, është okay. Se ka vetë të tjerë. Okej, atëherë Jurgen Zela. Jurgen Zela, Super Sport. Po. Doja dija nga ju si e sheh përballjen në aspektin e përplasjes së mesfushave, duke qenë se edhe Italia ka shumë besim dhe shpresë, domos tek cilësia që kanë këto repart, ndërkohë që në krahun tjetër edhe tek Shqipëria kemi lojtarë shumë talentuar. Si e sheh këtë përballje mes këtyre dy reparteve? Sigurisht do jetë një përballje shumë e vështirë, që nga fillimi që ka dalë shorti, me fal, e dim si do jetë një ndeshje shumë e rëndësishme për ne, pse ndeshja e parë me Italinë. Atë që thash më përpara, të gjithë lojtarët po japin maksimumin në stërvitje, janë shumë të fokusuar, janë shumë të motivuar për këtë ndeshje dhe besoj si dhe duhet me luftu deri në fund për të marrë maksimumin e pikeve. Po, Jurgen? Po, kam edhe një pyetje tjetër. Sa e rëndësishme do të jetë të marrë një rezultat pozitiv në ndeshjen me Italinë, duke qenë se është dhe sfida hapse në vijim, do të jemi me Kroacinë, e cila në 2 botërorët e fundit ka qenë në 4 skuadrat më të mira dhe në fund me Spanjën që dihet që luan një lojë deri diku të vështirë për t'u përballuar. Një farë mënyrë pyetja më drejt për drejt, sa do të peshojë fati i Shqipërisë në ndeshjen e parë me skuadrën italiane? Mendimi është se sigurisht ndeshja e parë gjithmonë është pak më e vështira për të gjithë ekipet si për ne si dhe për Italinë. Ne do munojmë, ne kemi arrit deri këtu tani, kemi arrit me shumë merit, kemi punuar shumë dhe ndeshjet kualifikuese kemi dhënë maksimumin, kemi bërë lojet e mira dhe kështu të vazhdojmë të punojmë sa më mirë në stërvitjet dhe ato që kemi punuar në stërvitjet do munojmë të nxjerrim në fushë dhe ajo është objektivi jonë si këndeshja e parë të marrim maksimumin e pikeve. Jurgen, ke pyetje tjetër? Nuk e di se i takon konkurrencës çfarë të paktën në këtë prag të nisjes së kampionatit evropian kemi shumë lojtarë cilësor në repartin e mesit fushës, aty ku bëni pjesë dhe ju, trajneri ka provuar edhe skemat ndryshme duke ju ekspozuar në pozicione të tjera, si është konkurrencën para ndeshjes me Italinë? Unë do themi është një konkurrencë shumë pozitiv, pse të gjithë lojtarët janë barabar këtu ku jemi ke kombëtarja, pse prandaj kombëtarja ka marrë lojtarët më të mirë në dispozicion për momentin. Në çdo pozicion besoj ka shumë konkurrencë të madhe, si në mesfushë, si në sulm, si në krah, si në mbrojtje, si në port. Të gjithë lojtarët po japin maksimumin për të më të mirën për kombëtarën, për të arritur kombëtarja sa më lart.
edhe atje fokusohen të gjithë lojtarët, edhe atje kanë në mendje si kombëtarja të japë maksimumin, edhe çdo lojtar të japë maksimumin për të ecë sa më lart. Okej, pyetje nga Burhan Beluli, TV Spektri. Zërin. Okej. Po, përshëndetje Qazim. Kisha një pyetje të ndërlidhem edhe me kolegën më herët, me Jurgenin, me cilën nga mesfushrat e 3 kundërshtarëve që do të përballen me tani Italinë, Spanjën dhe Kroacinë, mezi po e pret më tepër të përballesh. Besoj edhe tre kundërshtarët që do kemi janë kundërshtarë shumë të fortë, kanë cilësi, çdo kundërshtar ka cilësinë e vet. Shumë e vështirë me bërë një zgjedhje, të them vërtetën. Po nga mendimi im duhet ta marrim çdo ndeshje dhe çdo lojtar, çdo ekip ka lojtar me diferencat dhe karakteristikat e veta. Mendimi është ta marrim ndeshje pas ndeshje edhe pastaj shikojmë. Po, Burhan. A është Shqipëria gati, a është grupi gati i lojtarëve që befasoj gjithë botën që në ndeshjen e parë me Italinë? Patjetër, të gjithë lojtarët janë gati, shishi Zoti s'kemi pas dëmtime, kjo është më kryesorja. Të gjithë lojtarët mezi po presin të vazhdoj ki Europian. Ndeshja e parë si the dhe juve do jetë pak me stres, besoj pak me ne, pse si the dhe juve në ndeshja e parë, po besoj nga ana tjetër lojtarët të gjithë do jenë shumë motivuar edhe kjo do jetë gjë pozitive për ne. Okej, pyetje tjetër? Edhe një pyetje të fundit, nëse mundem Qazim. Janë 4 lojtarë që rikthehen në Euro 2024 në fakt, që kanë qenë pjesë e Europian 2016. Hysaj, Abrashi, Berisha dhe doja të dija në fakt nëse ju kanë komunikuar diçka ju lojtarëve të rinj që jeni për herë të parë, ka pasur një komunikim ndërmjet veteranëve të terminit thonjza me lojtarë që jeni për herë të parë në fakt në këtë kampionat evropian? Nuk janë gjëra specifike si kanë thënë, pse gjithmonë po flasin, po komunikojnë njëri me tjetrin, po është e vërtet si këto lojtarë me aq eksperiencë si kanë na ndihmojnë shumë në stërvitje, si duhet me u paraqit në çdo stërvitje dhe sidomos në çdo ndeshje edhe çfarë duhet të specifikojmë në stërvitje për të përballur me ndeshjen me Italinë dhe me ndeshjen të radhës. Okej. Jurgen? Një të fundit? Po. Ja që nëse takon presionit, dihet që kundërshtarët tanë në një farë mënyrë janë në disi më të kurzuar apo kanë më shumë kërkesë llogaria për krahun tjetër dhe ne vim si skuadra që e mbylli në kualifikuese në vendin e parë. Sa presion ka Shqipëria në këtë grup, duke qenë se përballë ka kundërshtar tepër të fortë? Si e the dhe ju, në kualifikueset, në ndeshjet e kualifikimit, ne kemi dhënë një imazh shumë të mirë, e the dhe ti vetë, marrëm në vend të parë. Nuk kemi marrë në vend e parë pse nuk e meritoshim besoj 100%. Ne edhe ndeshjet e radhës tani si thënë Europian ne do rrim me këmbë në tokë. Sigurisht do jetë shumë e vështirë për të gjithë ekipet, pse është një grup i fortë, pse dhe Italia ka cilësitë e vet dhe Spanja dhe Kroacia janë shumë ekipe të forta, po ne nga jo do ta shijojmë, do japim maksimumin, kështu si duhet, pse kjo fanelë si po veshim vlen shumë. Okej. Pyetje tjera? Nuk ka. Okej. Mirë, atëherë kjo ishte pyetja e fundit. Ju falenderoj shumë edhe sot për prezencën dhe do të shihemi në komunikimet e